Shëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar edhe një herë një ngjarje që në fakt na ka tronditur të gjithëve. Ditën e djeshme u tronditëm të gjithë nga një lajm, një nën e moshës së 33 vjeçe kishte lënë fëmijët të vetëm në banesë dhe ishte larguar nga banesa. Më pas kur e pam fotografinë e saj, në fakt u shokuam të gjithë, një nën shumë e bukur, një nën që kujdeseshte jashtëzakonisht për veten, më pas dolën hamencimet që vjera e saj e ka bërë me kastile, ne trajtuam këtë si temë dhe mesazhi im ishte që vjerat, në qoftë se kanë inate dhe mblefe me nuset, nuk ka nevojë që t'i nxjerrin tek fëmijët janë të shenjtë, fëmijët janë hynor, por në fakt nuk qëndronte edhe ashtu, sepse policia vjen me deklarata të ndryshme. 3 fëmijët janë nga mosha 9 deri në moshën 12 vjeç, do me thënë njati i tyre ka qenë i burgosur për disa vite, tani që ka dalur nga burgu nuk është se ka mundësi ekonomike, edhe nëna qahet që nuk ka mundësi ekonomike, por komentohet shumë në rrjetet sociale për dukjen e saj, për fustane që veshën, për thonjt të rregulluara e tjera tjera. Arritëm ta kuptojmë që nëna punon banakiere në Durrës. Por çfarë konkretisht thon faktet? Fëmijët janë të infektuar edhe me zgjebe. Gjatë kohës që unë flas, ju do të shikoni një video se në çfarë gjendje ka qenë ambienti ku fëmijët kanë jetuar. Blerina Basha, nëna 33 vjeçare nga Durrësi, të cilës ju gjetën 3 fëmijë të mitur, të lënë vetëm në banesë në kushte të rënda higjieno-sanitare, që në kupton, domethënë kjo nën nuk ka pastruar, nuk ka punuar, nuk është kujdesur për fëmijët e saj ashtu siç duhet, pritet t'i hiqet kujdestaria, domethënë ditën e sotme pritet t'i hiqet kujdestaria. Shtëpinë e shikoni dhe vet, ishte një rëmujë e tmerrshme, ajo që ku kanë jetuar, domethënë ato fëmijë. Fëmijët janë të infektuar me zgjebe, fakt për të cilin shkolla kishte dieni dhe për këtë arsye, domethënë fëmijët për javë të tëra, edhe para pushimeve të vitit shkollor, nuk kanë qenë në shkollë. Shërbimi social bën me dije se fëmijët kishin rreth 3 ditë pa ushqim dhe prej 1 muaji nuk kishin ndjekur shkollën, pasi ishin të infektuar me zgjebe. Do me thënë, nëna u ka treguar arsimtarëve, mësuesve, që fëmijët janë të infektuar me zgjebe. Imagjinoni në vitin 2026, kur sot detergjentet janë më shumë se kur, nëna, pastaj nuk dua të flas se do thoni është goditje për nënën, por realisht duhet goditur sepse ti të bësh thonjë të 2 metro, ndërsa fëmijët me zgjebe kjo është tmerr. Fakt për të cilit, domethënë për këtë fakt shkolla kishte dieni realisht për shëndetin e fëmijëve. Ngjarja, kjo ngjarje të tmerrshme që në fakt ne po shohim, u denoncua nga ish vjera e nënës, e cila njoftoi policinë se 3 të miturit ishin braktisur në apartament. Tani do me thënë, nëna nuk është se ka treguar sa ditë i ka lënë fëmijët vetëm, ajo ka thënë që vetëm ika që të punoj, jam në kushte të rënda financiare, ekonomike dhe më duheshte që të largohem nga fëmijët, të punoj, të veproj. Unë që parë u mundova të arsyetoj nga që nuk është se kishim edhe ndonjë deklaratë, thoya që ka patur shumë nëna që i kanë lënë fëmijët të vetëm dhe kanë punuar. Okej, por jo në këtë gjendje, do me thënë jo me zgjebe, jo të smur, jo duke mos u kujdesur, se tani zgjebja në vitin 2026 tek fëmijët mund të bie vetëm nga, do me thënë, neglizhenca e madhe që mund të bën një nën, që është e tmerrshme kjo. Policia ka shoqëruar nënën në komisariat dhe nisi procedimin penal ndaj saj për veprën penale. Keqtrajtim të miturve. Sipas burimeve, braktisja ka ardhur pas një konfliktit mes nënës dhe gjyshes nga ana e babait. Do me thënë, braktisja ka ardhur mes nënës dhe vjerës, edhe pse Blerina ka qenë e ndarë nga bashkëshorti i saj. Tani, nëna, do me thënë, vjera, e cila kishte kërkuar që t'i merrte fëmijët në kujdestarinë e saj. Do me thënë, vjera pasi ka parë të gjitha
ngjarjet në shtëpi, domethënë në gjendje i kishte lënë fëmijët, ajo ka kërkuar që të merr kujdestarin, normal Blerina nuk ja ka dhënë kujdestarin. Domethënë, kjo është më e fundit rreth kësaj ngjarje. Aktualisht 3 fëmijët ndodhen në spital së bashku me nënën, ku po marrin edhe ndihmën mjekësore. Domethënë, dhe janë në vëzhgim të mjekëve. Blerina prej në spital ka dhënë këto mini intervistat e vogla. Pas ekzaminimeve, ato janë marrë në mbrojtje nga strukturat përkatëse të shërbimit social, ndërsa pritet që autoritetet të vendosin për masat e mëtejshme, përfshirë edhe heqjen përfundimtare të kujdestarisë nga nëna. Domethënë, nga forma se si Blerina ka vendosur që t'i rrisë këto fëmijë, që realisht është e dhimbshme dhe shumë e tmerrshme, institucionet në Shqipëri, konkretisht institucioni, domethënë që përkujdeset për fëmijët, institucioni social, ka përzgjedhur që të heq komplet kujdestarinë e nënës. Tani, nëna thotë që unë po merrja 400.000 lek rrok, 300.000 më shkonin për banesën me qira dhe më pas, domethënë, unë nuk kisha më mundësi që të kujdesem për fëmijët e mi. Babai ka paguajtur një shumë goxha të vogël për ato fëmijë dhe domethënë fëmijët kanë qenë nën mëshirën e fatit. Tani, unë e di që edhe familja e Blerinës nuk do kishin dashur që situata të arrinte deri në këtë pikën, por vetëm fakti që e dëshmon që fëmijët janë me zgjebe, domethënë i bie që kjo nën nuk ka patur kujdes në asnjë mënyrë ndaj fëmijëve të saj. Nuk do thot fakti që Blerina ka përzgjedhur që të ikën nga shtëpia të punon dhe t'ju siguron një të ardhme fëmijëve. Po Blerina, me sa unë e shoh, më vjen keq që duhet flas hapur, largohet nga shtëpia duke mos i interesuar fare për fëmijët e saj. Domethënë, nuk i intereson as a ushqehen, as a pin apo jo, domethënë fëmijët kanë qenë 3 ditë të pa ushqyer hiç, le të themi s'kan ngrënë gjë bukë. Dhe kjo normalisht ndikon edhe në shëndetin si atë fizik, si psikologjik të fëmijës. Dhe normalisht që nuk është e bukur. Unë dua të jemi pak gazetarëve, ju kisha bërë një thirrje që të jemi pak më të rezervuar te ky rasti, sepse fëmia 12 vjeçare nëse nesër do të ketë akses në celular, me patjetër që do të dëgjoj se çfarë është thënë për nënën e tij, për vllajën dhe për motrën, dhe nuk është e bukur kjo gjë. Do thënë vetë gjyshja është ajo që në fakt e ka bërë këtë video publike dhe ka treguar se në çdo gjendje Blerina ka lënë fëmijët e saj. Blerina dukeshte që në fakt nuk ishte penduar nga kjo gjëja që kishte bërë, se vetë qëndrimi i saj, vetë mënyra se si fliste ishte një mënyrë e çuditshme, dhe ajo që nuk ka lek për të ushqyer fëmijët, me patjetër që nuk ka lek për t'i bërë edhe thonjë. Dhe unë mendoj që nënat e reja duhet pak të vedisohen më shumë, duhet ulen të flasin më shumë me veten e tyre, sepse të marrësh në qafë fëmijën nëse ti nuk je gati për të ndërtuar jetën, atëherë mos e bëj. Domethënë nuk e di se si ka rrjedhur martesa e Blerinës, mund të ndodhë që Blerina edhe mund të ketë ndërtuar një martesë me shkuesi, nuk e di. Por gjithsesi domethënë më duket pak e çuditshme, dua të marr mendimin tuaj.